Vetëm qyteti i Tetovës numëron 19 fshatra administrativ, por nëse llogaritet i gjithë rajoni bashkë me komunat rurale, numri shkon në rreth 90 vendbanime. Paradoksi qëndron në faktin se pothuajse në asnjë prej këtyre fshatrave nuk ekzistojnë emra rrugësh apo numra adresash. Ky sistemi i mangët është kthyer në një mangët të vërtet, jo vetëm për banorët, por edhe për postat shtetërore e private. Avokati Qenan Rahmani alarmon se pasojat ligjore për qytetarët janë të jashtëzakonshme. Mos pranimi i ftesave të gjykatës apo institucioneve të tjera po i penalizon ata rënd, duke u shkaktuar shpenzime të mëdha për përsëritjen e lëndëve, pagesa të shumta te noterët dhe bllokime nga përmbaruesit. Në mungesë të emrave të rrugëve dhe numrit të vendbanimeve, ndërlikohet procesi i komunikimit të qytetarëve nëpërmjet institucioneve të organeve dhe shtetit, gjithësisht si në gjykatë, prokurori, në post, në qendër për punë sociale dhe të përmbaruesit, e kështu me radhë. Klientët e mi kanë pasoja të jashtëzakonshme, në veçanti ata të cilët kanë procedura penale në gjykatë. Në mungesë të pranimit të adresës të saktë të thirrjeve, shumica e klientëve të mi përfundojnë në burgjet e Republikës Maqedonisë, pa e ditur se për çfarë vepre janë dënuar dhe lartësinë e dënimit. Gjithashtu, kam klientë të cilët kanë kontekste edhe me përmbaruesit, për shkak të mungesës së emrave dhe numrit të rrugëve të banimit. Unë mendoj se mungesa e emërtimit dhe numrit të rrugëve të vendbanimeve nuk është çështje politike, është mungesë e neglizhencës të institucioneve dhe organeve të shtetit. Por krahas mangësisë së infrastrukturës së adresave, një tjetër goditje vjen nga institucioni i Postës së Maqedonisë. Drejtori i këtij institucioni, Orhan Kurtishi, pranon se terreni ka mbetur zbuluar, pasi numri i punonjësve që dalin në pension është shumë më i lartë se numri i punësimeve të reja. Gjatë 3 viteve të kaluara ne kemi pas diku 450 të punësuar të cilët kanë shkuar në pensionim apo edhe kanë ndruar vendin e punës. Vitin e kaluar kemi pas 80 punësime të reja, këtë vit presim njëjtë dhe shpresojmë që sadopak ta zbusim atë mungesë të punësuarve që i kemi në terren. Se situata është kritike dëshmojnë edhe akuzat e fundit të opozitës në Tetovë, sipas të cilëve rreth 4.000 qytetarë përfunduan tek përmbaruesit vetëm për shkak të mosmarrjes së paralajmërimeve për pagesën e mbeturinave. Shumë prej tyre kishin deklaruar për televizionin 21 se nuk kishin pranuar asnjë faturë në shtëpitë e tyre. Ndërkaq numri atyre që nuk arrin të marrin ftesat e gjykatave dhe që përballen me sanksione të rënda dyshohet të jetë jashtëzakonisht më i lartë. Qytetarët mbeten të bllokuar mes neglizhencës institucionale për të emëruar rrugët dhe zbraztirave në terren nga mungesa e postierave.